Si lindi nismethurja? Është angazhuar në shoqëri civile apo është marrë direkt me politikë? Shiko, ka pas një shoqat, pra një qendër, që quhej Nismethurje. Po. Edhe kemi qenë pak a shumë i njëjti grup, po jo të gjithë. Disa ngelën tek shoqata e vazhduan, disa tjerë krijuam një parti, që regjistruam në 2021. Po. Kështu që, por si grupim, është një grupim aktivistësh, që me thënë drejtë jemi taku në protesta në Tiranë, se ku kemi jetu, do të thënë. Unë kam qenë ke Parlamenti Rinor, ke Transparency International, ka tjerët kanë qenë për organizata. Pra ka kaluar disa institucione të shoqërisë civile deri ku Grupi jemi i sot. shoqërisë civile të Tiranës që mbetën këtu. Se një pjesë kanë ikë jashtë, një pjesë u thithën nga profesione apo sektor tjerë, jo profesion sektorit privat, jo organizata ndërkombëtare. Ata që mbetën në shoqëri civile, aktive, që kanë dhe lirim për të folë, se në momentin që ti punon për organizata ndërkombëtare shpesh nuk përteston do të më... Duhet të rezervohesh pak. Ata që mbetën, themelun shoqatën, nga viti 2014. Unë nuk kam qenë ato, se kam qenë në Angli. Por via shpesh, protestonim, shkruaja, dilja me video. Në 2021, dërgu nga shkurti, do që ishim në limit të afateve, unë mbrojta doktoraturën në 23 dhjetor 2020, që pandemia që ose më. Po. Edhe ashtu shumë me nxitime sipër kemi regjistruar faktin. Unë kujtohet që ka marrë hoft madh pra shoqëria civile, aktivizmi, kur ishte protesta për armët kimike. Besoj që ju keni pas një rol të rëndësishëm në atë periudhë, pasi protesta është organizuar gjithçka online, ishte gjë pa besueshme në fillimet e saj, se Shqipëria, interneti, njerëzit nuk ishin aq shumë të rrahur me botën e internetit. Si të kujtohet ty kjo çështje? Me thënë drejtën, çështja e armëve, unë kam ikë në 2013 në Angli. U ktheva diku nga pas një viti, nga 7 muaj dhe ika prapë. Kështu që në këtë intermedzon, shumë gjëra unë kam përjetuar edhe nga diaspora. Ai ka qenë një moment ku njerëzit besuan që qeveria e re, në këtë rast Edi Rama, i dëgjonte njerëzit. Dhe në momentin që njerëzit mendojnë që protesta tyre dëgjohet, pra mund ta tremin qeverinë, fillojnë protestojnë. Dhe protestuan aty, protestuan për këtu, ke liçeni, e shikojnë se si bëhen për ditë. Protestuan për atë parkun që ishte ku ishte uzina Enver. Kështu që pati disa gjepa rezistence të shoqërisë civile, të cilat Edi Rama dhe Erion Velia u kujdesën shumë që t'i mbysnin, pra t'ja mbyllnin shpresën, që i thonë në shqo lodheni kohë. Kosën do e paguani, pra do hani dru, do arrestoheni, do keni ndjekje penale, biografi të keqe, do heqin nga puna, por në fund të ditës as nuk ja vlen sepse ne prapë do ta bëjmë. Prapë do ta betonizojmë parkun e liçeni, prapë do ta marrim atë parkun për bërë pallate, prapë do bëjmë çfarë duam. Pra taktikisht, kjo qeveria e re, ky politikani që erdhi me shpresa të mëdha, u bë edhe më keq se ai që kishim hequr në 2013. Ky se jap shumë i madh dhe besoj se dhe qytetarët tashmë e ndjejnë. Po do të kaloj pak në aspektin personal. Ne jemi mësuar që gjatë këtyre 30 viteve tranzicionit, nuk është ende demokraci të konsoliduar, ne shikojmë po njërit politikan në media, në rrugë shumë rrallë, në media më saktë. Dhe unë kam filluar të angazhoj në shoqërinë civile që nga viti 2011. Dhe kam papur një lehtë figura dhe kem kërkuar të rinj. Kush është Endri Shabani? Se ne vijojmë dhe flasim, po ja ku janë të rinjt. Shiko, nuk është se s'ka të rinj në Shqipëri. Problemi është që këtu është penguar rotacioni i brezave. Pra naturalisht, ca të rinj që janë diplomuar, që kanë një karrierë në fusha të ndryshme, do duhet gradualisht të kishin marrë drejtimin e shtetit edhe shoqërisë në shumë drejtime. Pra në akademi, në sport, në shoqëri civile, në politikë. Është penguar, ka një tap, që është brezi kryesisht i 69-s, ose çik edhe më i vjetër, se rastin e Berishës, që është përjashtim. Pra është më i vjetër se të gjithë vjetrit. Por e këta kanë pengu
progresit. Pra të rinj këtu ka, po nuk jepet mundësia të ecën përpara sepse nuk ka qarkullim elitash. Le të marrim një shembull. Unë studioj jashtë Shqipërisë, nuk di për shkenca politike dhe kthehem në Shqipëri me një vizion të qartë për ndryshuar gjërat në Shqipëri. A është kjo e mundur të rinj që vinë? A kanë mundësi të kthehen dhe të vazhdojnë politikë, pra le të themi jo me politikën e vjetër, por me një politikë të re? E marrim rastin që ti nise. Pra ti shkon dhe studion në Universitetin e Oxfordit. Po. Mbaron doktoraturë në shkenca politike. I jep mësim aty, i jep mësim në Sciences Po, që është një universitet më të mira në Evropë. Vjen në Shqipëri, aplikon për të bërë pedagog në Universitetin e Tiranës, ti ke zero shanse për të bërë pedagog. Dhe nga e di unë këtë, se kjo është historia ime. Pra, unë erdha, aplikova, e kisha shumë të lehtë të jepja mësim në Francë, se sa të jepja në shtëpinë time në Tiranë. Kështu që patyshim që këtu është e penguar progresi në disa sektorë, për që po e përmendja pak më herët. Në politik nuk është se ka një ndryshim të madh. Ti mund të organizohesh, por është ndërtuar një kala me mure të larta, me heshta, me njerëz që ushtar që e mbrojnë, që është shumë vështirë të penetrohet. Nuk është e pamundur, edhe për arsye se këta janë në fund të një cikli. Kalaja ka filluar që të lëvizin gurët, një gura ka heq spaku, po disa gurë fillon dhe i heq vetë koha, se erozioni fillon dhe i dëmton. Kështu që muret e kalas po shkunden, dhe ne duam që në 11 maj të japim një shkundje të fortë, dhe edhe nëse nuk e rrotëzojmë, të paktën ta domosojmë më shumë, saqë ne jep mundësinë të rinjve, të çdo njeriu të ndershëm që do të kontribuojë në shtëpinë e vet, që të futet brenda kalas dhe ta çmontojmë të tërën. Pastaj mos lëm ato gurët i bëjmë bulevard. Pra gurët që kanë ndërtuar mure të larta, ti ndërtojmë bulevard. Endri, po pse nuk qëndrove në Angli? Pse u ktheve në Shqipëri? Duke pas të problemet që ne i kemi dhe do vazhdojmë t'i kemi. Pse nuk qëndrove aty? Shiko, ka dy arsye ose dy përgjigje. E para është shumë personale. Pra, unë kam këtu gjithçka. Kam prindrit, të cilët nuk duan të ikin nga Shqipëria, se këtu është vendi vet. Kam familjen time, kam lidhjen, kam miqë, shok. Këtu unë nuk e ndjej, është si peshku që nuk e ndjem peshën e ujit. Pra unë këtu ndjem në shtëpinë time, nuk ka nevojë as të modifikoj theksin, as të përpiqem të integrohem, është vendi im. Kjo është pjesa personale, ku unë ndjem, besoj se nuk kam i vetmi, që ndjem shumë më mirë në shtëpinë time se sa në shtëpitë e botës. Ka dhe një arsye dytë. Ambicia ime, vokacioni im është për të marrë me politikë. E kam pas të vokacion që u kam qenë në fillore, dhe jo më tani që kam edhe shkollimin e duhur për të u angazhuar politikisht. Dhe këtu ti je më i dobishëm aty ku ka më shumë nevojë. Pra nëse një zjarfikës nuk e pyet pse shkon aty ku ka zjarr, se ai prandaj është bërë zjarfikës. Një mjek nuk e thot po pse shkon në spital ku ka njerëz të smur, rri këtu ku janë njerëz të shëndetshëm. Ti do shkosh aty ku njerëzit kanë nevojë për ty. Dhe unë mendoj që sistemi në Shqipëri është smur. Këtu ka rënë flaka në një farë mënyrë. Dhe është për më tepër është shtëpia ime, shtëpia jonë. Kështu që padyshim, edhe si vokacion të brendshëm, unë nuk di ku disha tjetër përveç se në Shqipëri. Le ta marrim në këtë lloj aspekti. Ne themi që partitë e reja, partitë e vogla referojnë gjithmonë me këtë emrin se duke qenë Partia Socialiste, Partia Demokratike janë më të mëdha që kanë vota. Shiko, sipas mendimit tat, pse nuk zgjodhen një parti nga këto dhe pse vazhdove me thurjen se me idenë që me Partinë Socialiste do ishe në pushtet, me Demokratikët do ishe deputet. Pse zgjodhen një parti të re? Kjo termi parti e re, parti e vjetër, është më i saktë se sa parti e madhe, parti e vogël, për të gjitha janë të ndryshueshme, dhe edhe e re e vjetër është e ndryshueshme, po edhe e madhe e vogël është e ndryshueshme. Ti nuk e di nëse e parti e madhe apo e vogël, përveç se në zgjedhje. Po. Dhe unë besoj që këto që deri dje ne jemi mësuar si t'i shohim si parti të mëdha, në fakt do jenë parti të vogla pas 11 majit. Sepse po vinë duke u rrudhur, po vinë duke u çmontuar, për shkak të mënyrës dhe mendësisë se si e kanë drejtuar partinë e vet. Dhe këto që ne i shohim si parti të vogla, kanë të ardhmen përpara dhe do bëhen nesër parti të mëdha. Kështu që është shumë e rëndësishme për të vendosur gjërat në perspektivë. Tani pse nuk u angazhova unë me partitë e vjetra? Se nuk e shoh veten aty. Pra, unë nuk kam asgjë të ngjashme as në mision, as në mendësi, as me Edi Ramën, as me Ilir Metën, as me Sali Berishën.
Kështu që vetëm arsye pse do isha unë atje do ishte ose arsye kryesore pse shkojnë shumë njerëz aty, shkojnë për qëllime personale. Pra ti shkon në për kryesor egon ata të japin një platformë, ti përdor pushtetin e tyre dhe bëhesh pjesë e një çete që po vjet Shqipërinë. Po çfarë do? Po sepse ka njerëz që mendojnë që duke qenë se bashkohen këtyre forcave, është më lehtë të penetrosh përpara, por edhe një formë për të bërë i pasur. Se sot në Shqipëri të bësh i pasur do të jesh deputet. Unë më vjen mirë që ti e the këtë, sepse pa i paragjykuar ata që i bashkohen partisë në pushtet, një pjesë e mirë, ndoshta unë qofsha i gabuar se s'do t'i bin qaf njeriu, por një pjesë e mirë nisën edhe me këtë mision. Pra me misionin që këtu mund të bësh pjesë e çetës, edhe çeta gjë do ta shpëndajë me ty. Po. Tani unë këtu jam pak më i privilegjuar se shumë të tjerë. Sepse unë ja kam dalë, fal punës time, por e fal fatit, që rrethanat që janë kombinuar, që të kem një shkollim që më jep mundësinë të kem një jetë normale, ndoshta jo shumë i pasur, por të kem një jetë normale me profesionin tim, me eksperiencën tim. Pra, besoj nuk është egzagerim të them që me dy diploma Oxfordi, një master, një doktoratur në Oxford, unë nuk e kam vështirë të gjej një punë në punë në Evropë për të jetuar një jetë normale të shtresës mesme. Në Evropë, jo në Shqipëri. Okej. Pra ka dallim shumë të madh. Po ka dallim se në Shqipëri nuk ky treg nuk është i hapur për çfarë po luftojmë. Ky treg nuk është i hapur që njerëzit kthehen, para nuk kthehen njerëzit në shtëpi. Po. Dhe unë mund të kisha qëndruar atje. Mund të kisha gjetë një punë atje, s'kisha pse të vija të përlyesha këtu. Dhe pastaj të rria me frikën që po më vjen spaku tani ke dera, po më vjen policia atje, po më përgjojnë, po më kapin, po më fusin burg. A besoj që ka politikë që jetojnë me të frikën? Unë besoj që janë të gjithë që jetojnë me të frikë. Pra, do unë nuk e di pse i hyn. Unë nuk do t'i hyj, nuk kam qenë asnjëherë i motivuar nga paraja. Thënë kjo, unë vi nga një familje që tani është shtrese mesme, që kemi kalu në këtë tranzicion nga 90-a deri tani, kemi kalu momente të vështira ekonomike, sidomos fillim viteve 90, dhe unë e di që dhe thotë që një moment mos kesh fare para, ti është i varfër. Është shumë qartë, e kemi përjetuar. Nuk është se unë them që shiko paraja s'është e rëndësishme. Po qetësia edhe integriteti dhe respekti shoqëror, unë mendoj që është shumë më i rëndësishëm se sa paraja dhe njeriu duhen shumë më pak para se që mendon. Prandaj është kjo pyetja, më mirë të kesh apo të dish? Unë mendoj që është mirë të kesh të dyja. Pra edhe unë kam synuar gjithmonë të bëj një jetë normale. Dhe thash, angazhimin politik nuk e kam si incentiv për të bërë para. Angazhimin në politikë e kam si ambicie për të ndryshuar shoqërinë. Sikurse një mjek, unë nuk besoj që bëhet mjek për rrogën apo për të marrë para. Njeriu e gjen lumturinë ku i shërben të tjerëve, në çdo profesion. Në çdo profesion. Unë uroj shumë që kjo të jetë motoja që çdo person, ja. Unë nuk jam cinik. Jam i bindur kur një fëmijë ndorron të bëhet mjek, përveç se nëse është pastaj ka probleme, po një fëmijë i shëndetshëm kur ndorron të bëhet mjek, ndorron të shpëtojë njerëzit e tjerë, ata që janë të smur. Një zjarfikës kur shkon atje nuk shkon për rrogë. Shkon sepse do të shërbej, do të ndihmojë dikë, do të shpëtojë dikë. Sepse njerëzit duan të shpëtojnë dikë, pastaj mund ta marrin. Ai mund të jetë akt komplet egoist, se të jep ty lumturi të brendshme. Por lumturia është tjetri. Domethënë, unë ndihem shumë më i lumtur dhe është krejt normale që ndihesh shumë më i lumtur kur i shërben të tjerëve. Një kuzhinier nuk shkon vetëm për të marrë lekë për të futur në xhep. Padyshim që i duan parat për të jetuar një jetë normale. Por gjen lumturinë kur ka gatuar një pjatë ose një ushqim që i pëlqen gjithëve. Edhe kjo padyshim jo dhe një status social, po i jep një kënaqësi të brendshme. Kështu unë nuk njoh asnjë profesion ku njerëzit shkojnë vetëm për veten e vet. Pra, lumturia është kur ti i shërben të tjerëve. Endri në vitin 2023 nis me thurje hyri në zgjedhjet lokale. Dhe arriti të merrte 5 anëtar të Këshilleve Bashkiake. Që kjo është një arritje goxha e madhe, sepse ndihmon dhe njerëzit shikojnë që se ka dhe alternativa tjera për të votuar, ka disa programe më të mira, nuk do të shpikim rrotën e kuqe. Patjetër, po në këto zgjedhjet e 11 maj 2025, ku është qëllimi juaj dhe një pyetje kështu ato traç, sa të bëtet do merrni? Shiko,
Fitoria në 2023 ishte e rëndësishme para sepse në 30 ca vite tranzicion, këtu nuk ka pas asnjëherë që një parti anti-establishment, pra që nuk është derivat i partive të vjetra, të fitojë një gjë. Qoftë ky në një vend në parlamentin e qytetit, në Këshillat Bashkiake. Nuk ka ndodhur. Ka pas parti të vjetra, aktorë të vjetër që kanë kriju fraksione nga partia vjetër është ndarë në parti që të vinë nga aktivistët të formojnë një subjekt të vetin, këtu në përgjithësi kanë humbur. Dhe prandaj edhe në 2023 na thoshte që shiko, vota për ju është votë djegur, ju s'do merrni asgjë etj. Pra që kështu njerëz që krijonin kështu pesimisëm. Jo njerëz, po gazetar, analist, që këtu e mbanin retorikën, çuna shumë të mirë ju, po s'keni për të fituar gjë dhe vota për ju është votë djegur. Ndërkohë që në fakt ne fituam. Në ato 4 bashki që morëm pjesë fituam. Dhe ishim shumë të matur. Pra nuk garuam për kryetar bashkie sepse nuk e fitonim dot. Po. Por ajo që bëm është që u futëm, pra garuam për Këshilla Bashkiake sepse e pam që mund t'ja dilnim dhe ja dolim. Tani kush është synimi për 11 maj? Jemi sinqert me ty, unë nuk bëj fare llogaritë tilla. Nuk merrem as me sondazhet, as me llogaritë, as me projeksione. Unë kam vetëm një imazh në kokë. Edhe atë e kam edhe më luan vazhdimisht. 12 maj, ditë e hënë, kanë marrë zgjedhjet, zgjohesh mëngjes. Para se shkosh në punë, para se shkosh të lash syt, hap telefonin, ose hap televizorin. Çfarë shikon? Shikon që ka fitu prap Rama Berisha Meta, që do dali Meta me rënë veli nga burgu, apo shikon që po bjen klasa vjetër politike, ca të rinj po futen për në parlament, gjërat po ndryshojnë dhe kemi shpresë që fëmijën që e kemi në shtëpi mund të rri këtu, ta shohë të ardhmen tyre këtu, apo fëmijët që kemi jashtë na kthehen na vinë në shtëpi. Nëse ne bëjmë të dytën, ja kemi dalë. Pra nëse ne ja dalim që ta çajmë sistemin, të krijojmë një çarë në këtë kalan, në këto muret e kalas, të futemi aty brenda dhe t'i thrasim gjithë tjerët që hajdeni në profesione ndryshme, hajdeni të bëjmë rotacionin e brezave, ne ja kemi dalë. S'ka rëndësi fare se sa numra janë. Nëse ne dështojmë dhe ndërkohë klasa vjetër politike, dhe jo kur thonë klasa vjetër, 3 njerëz. Këta 3 njerëzit ja dalin prapë aty typin ke cepat e kalas, tundin flamurin e thonë, shiko, edhe për 20 vite të tjera, ne këtu na keni, derisa ta marrë Zoti. Ky do ishte skenari më i keq i mundshëm që domethënë unë vetë isha shumë pesimist, por jam i bindur shumë prindër do mendonin që shikoj, mbledhim ne lekë të çojmë fëmijët jashtë. Po, patjetër. Se s'ka unë jam vetë babai 2 fëmijëve dhe e them shpesh kur diskutoj që shikoj fëmijët e mi të duaj që t'i shkolloja o në institucione fetare për shkak të seriozitetit, disiplinës dhe rregullores që kanë, ose do t'i çoj jashtë. Dhe në të 2 momente mendoj. Ndërkohë që a janë shtresat vulnerabël pjesë e programit, të retorikës tuaj gjatë këtyre zgjedhjeve? Ne jemi takuar bashkë, kur unë punoja me disa grupime të marginalizuar në shoqërinë shqiptare, të cilët e kanë vuajtur diskriminimin. Dhe ti e di shumë mirë që unë jam personalisht kam qenë gjithmonë i angazhuar për një drejtësi sociale. Kështu pa dyshim, duke qenë se kjo është të janë bindjet e mia të brendshme. Unë si pedagog kam zhvilluar dhe kur isha në Francë, kam vazhduar dhe kur jam këtu në Shqipëri, një lëndë që është politika e pabarazisë, për të kuptuar se kush janë kushtet e pabarazisë dhe se si kjo e shkatron shoqërinë. Kështu pa dyshim që në besimin tonë, mbi rolin që duhet të ketë politika, mbi rolin që duhet të kenë deputetët në parlament, por çdo zyrtar publik, padyshim që është betejë për të krijuar kushte të barabarta, dhe që ti nuk mund të krijosh kushte pa barabarta pa thyer ciklin e varfërisë që riprodhohet. Pra ai diskriminimi dhe mungesa e mundësive e cila projektohet në mungesë mundësish për shkollim, pastaj projektohet në mundësish për punësim, e pastaj kthehet në një cikël vicioz. Kështu që sigurisht që e kemi sepse këto janë bindjet tona të brendshme. Nuk është thjesht një program elektoral për të marrë disa vota. Por synimi ynë dhe betejë jonë kryesore është për të konsoliduar shtresën e mesme në Shqipëri. Dhe këtu ndihma nuk duhet të jetë thjesht për ta mbajtur shtresat e marginalizuara apo të varfër, edhe me lëmosh. Këtu synimi duhet të jetë dhe do të jetë për t'i dhënë mundësinë për mobilitet social.
Pra ai që është i varfër të ketë mundësinë të avancojë në jetë dhe 100% fëmia e tij të ndërrojë, të ketë mundësi të ndërrojë për të çdo lloj profesioni, qoftë pedagog, qoftë avokat, qoftë inxhinier, qoftë pilot, mos ta limitojmë në atë. Dhe pse limitohet ai sot? Sepse ne nuk jam mundësi për shërbime publike, si janë shkolla, nuk jam mundësi për mobilitet social dhe përpasoj e mbajmë të varfrin në varfëri, edhe kur japin ndihma është e tillë që të mos ta thyejë atë tavanin e varfërisë. Kështu që kur ne flasim për shtresën e mesme, flasim për shtresën mesme e cila është tregues i mobilitetit social. Ku ai i cili sot është i varfër, jo vetëm vetë, po mbi të gjitha për fëmijën e vet të projektoj dhe ta ketë të mundur që fëmia e tij të ketë mobilitet social. Ju tashmë jeni në koalicion me partinë Shqipëria Bëhet. A mendon se kjo do ndikojë tek votuesit? Ne jemi një grupim. Pra është nismathurje, Shqipëria Bëhet, Lëvizja për drejtat e punëtorëve, që është lëvizje sindikaliste, kemi grupime që na vinë nga diaspora. Kështu që padyshim që ky është një konglomerat aktorësh, të gjithë tri. A do ndikoj kjo? Mendoj që po, dhe mendoj që do ndikoj pozitivisht. Pse? E para sepse sistemi që na ka vendosur, na ka imponuar pala tjetër përballë, është i tillë që vetëm duke u bërë bashkë ne mund të rrisim forcën që kemi në parlament. Ne pam në zgjedhjet lokale, duke u ndarë të rinjt, ne morëm gjysmën e vendeve që mund të kishim marrë në parlamentin e Tiranës. Kështu që duke u bërë bashkë, ne tash jam i bindur që do ta shufishojmë rezultatin në parlament. Pra do të çojmë shumë tepër të ri se çdo të kishim çuar po të ishim veç e veç. Kjo do ishte ideale, besoj. E dyta, Po. për pjesa e dytë e përgjigjes, se besoj pyetja juaj kishte edhe një nën kuptim që a mund dëmtojmë ne njëri tjetrin. Ne po garojmë me listat hapura. Që do thotë, nëse pra aty është emri im, është emri i Panos, është emri i Adriatikut, është emri i 37 njerëzve në Tiranë dhe 140 njerëz në gjithë Shqipërinë. Nëse dikush më pëlqen mua, po nuk i pëlqen Pano apo Adriatiku, do më votoj mua. Vota është direkt për njeriu. Nëse dikush pëlqen Adriatikun, po nuk i pëlqej unë, do votoj direkt për Adriatikun. Pra, duke qenë gare hapur në një arenë ku secili është përballë votuesve, vota këtu është personale. Pra unë nuk e shoh që kjo mund na Kjo edhe mat dhe individin, mat dhe popularitetin e njeriu, se po të shikosh tek barometri që organizon Euronews në Shqipëri, ju jeni rritur me përqindje të mira. Nuk po themi që ka një rritje për 10-12%, por që rritja është konsiderueshme. Në fakt është rreth 10%, por unë nuk i besoj sondazheve. Tani, ti parasysh nuk është çështje populariteti. Ktu është çështje pushteti. Kush e ka të drejtën për të përfaqësuar në parlament. Dhe ne besojmë, edhe debatin që bëm gjykatë kushtetuese, betejë që bëm atje, thelbi është mandatin e ka votuesi. Dhe votuesi zgjedh që Endrit Shabani e përfaqëson më mirë, apo që Pano Soke e përfaqëson më mirë. Duhet ta ketë mundësi ta zgjedhë në mënyrë direkte. Sistemi me cilin po garojnë partitë e vjetra, PSD, ja kanë hequr të drejtë votuesit. Votuesi thonë ti s'merr vesh, këtë e zgjedh kryetari i partisë. Ti do votosh për partinë, di ai se këçon atje. Po. Kështu që prandaj them që kjo vetëm mat popularitetin, por kjo fuqizon votuesin. Dhe nëse votuesi do të skarcojë Endri Shabanin, Pano Sokën apo Adriatik Lapajn, apo dikë tjetër që ne kemi listë, nuk do ta votojë. Dhe do t'i japë përparësi atij që mendon që e përfaqëson më mirë në parlament. Dhe pyetja e fundit që më kisha menduar për ty ka të bëjë me diasporën. Po të shikojmë fushatat, përmarrim rastin e Amerikës, pra që fushata ishte fokusuar tek të rinjt. A do të bëjë të njëjtën gjë nismathurje për atë? A do ta adresoj fushatën tek të rinjt e diasporës? Përveç se në Shqipëri nuk diskutohet. Shikoj. Ne duam përfaqësojmë njerëzit e ndershëm në Shqipëri dhe në diasporë. Nuk është se i ndajmë në të rinj dhe të vjetër, sepse unë besoj që synimi jonë është ta sjellim bashkë shoqërinë. Po a kemi ne më shumë mbështetje të rinj? Besoj që po. Për shumë arsye. E para sepse është shumë e vështirë për ata të cilët për 34 vite kanë përdorur partinë si identitet. Pra, ndoshta zin ta shpjegojnë qartë, sepse këtu s'ka ndarje ideologjike, po e ka thënë, shikon, ne si familje na të majt, ne si familje jemi të djathtë, edhe kanë çik vështirë ta ndrojnë atë rrugën. Po.
Më kupton, pra është dhe çik fort zakon. Se njerëzit këtu ecin me fytyrën e kryetarit dhe jo me programin apo me... Ecën me zakon. Shiko, njerëzit formojnë zakone. Ti që kur vishesh në mëngjes, ti vishesh gjithmonë në njëjtën mënyrë, sepse ky është zakoni se si ti je mësuar për të veshur, për të veshur kpucën apo xhaketë. Nuk ndryshon kollaj. Thën kjo, betejë jonë për t'i dhënë shanse të rinjve, për t'i dhënë shpresë të rinjve që ta shohin familjen e tyre këtu, në shtëpinë e vet, është edhe një betejë për prindrit. Sepse unë besoj që gjëja më e shtrenjtë për prindin shqiptar, ndoshta mos vlej për prindrit e gjithë botës, sepse ka kultura të ndryshme, por për prindin shqiptar gjëja më e shtrenjtë është fëmia. Dhe nëse ne ja dalim që t'i ofrojmë një perspektivë fëmijëve, të rinjve, që ta shohin familjen e tyre këtu, në shtëpinë e vet, se këtij vendi si mungon asgjë, padyshim që po vrajsem dhe prindrit, të cilët duan më të mirën për fëmijët e tyre. Endre, të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij rrugtimi për të njohur dhe me partinë nis me thurje, por edhe me ty si individ. Edhe herë. Endre, të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij rrugtimi me mua, për të njohur me qytetarët kush është Endri dhe filozofia dhe partia. Ne besoj do të shihemi në video të tjera për të njohur me një tjetër kandidat dhe me një tjetër parti. Unë ju falenderoj për hapësirën edhe për gjithë punën që ju po bëni, që është një risi në komunikimin publik në Shqipëri. Kështu që ju përgëzoj dhe ju inkurajoj që ta vazhdoni pavarësisht vështirësive që ka edhe në këtë sektor. Faleminderit ty.